Po e shkruaj këtë reagim sepse heshtja në raste të tilla nuk është pjekuri, por lejim i sjelljeve që nuk duhen normalizu. Gjatë ditëlindjes së Dolces, një ditë që duhej të ishte festë, gëzim dhe respekt, u shndërrua në një situatë të shëmtuar për shkak të një debati të ashpër, të panevojshëm dhe thellësisht fyes nga ana e një personi që e tregoi qartë mungesën e edukatës dhe karakterit, me ardhur në një ambient feste dhe me hedh fjalë provokuese, të ulta e pa pikë turpi, duke përdorur shprehje si hiq rrobat, cullak, apo duke aluduar në gjëra që nuk i takojnë askujt tjetër përveç personit vet, është tej. Çdo kufiri njerëzor. Këto nuk janë shaka, nuk janë spontaneitet dhe as fjalë të momentit, janë shenja të një mendësie të prishur dhe një sjelljeje perverse që nuk ka vend askund, e aq më pak në një ditë feste, të flasësh për trupin, dinjitetin apo jetën personale të dikujt tjetër në atë mënyrë, tregon mungesë totale respekti, kontrolli dhe vetdijeja. Një djalë që sillet kështu nuk është i fortë, nuk është i sinqert dhe as i drejt për drejt, është thjesht një djalë pa karakter, që mendon se ofendimi e bën interesant ose superior, nuk ka asnjë justifikim për këtë lloj gjuhe. As alkooli, as nervat, as e kaluara, e aq më pak ndonjë mall i supozuar. Malli nuk shprehet me ofendime. Nostalgjia nuk shprehet me ulje dhe provokime. Kush mendon se mungesa e respektit është formë ndjenje, gabon rënd. Unë nuk kam mall për askën që nuk di me respektu. Nuk kam asnjë dëshirë me u kthye pas të njerëz që e ngatërojnë lirinë e shprehjes me fyrjen dhe guximin me perversitetin verbal. Dhe mbi të gjitha, nuk kam arsye me hesht kur dikush mendon se mund ta shkel dinjitetin tim apo të kujtdo tjetër pa pasoja. Ky shkrim nuk është për me u viktimizu, as për me nxjerrë urrejtje. Është për me vendos kufi. Kufi të qartë që nuk kalohen, pavarësisht kush je, çfarë mendon apo çfarë ke qenë dikur. Respekti është minimumi bazë i komunikimit njerëzor. Dhe kush nuk është i